Dhe ja ku erdhëm në Kin. Të do ham ushqim tradicional kinez. Dhe mund të jetë shumë bias dhe pa drejt, por unë vi kaq shpesh këtu sepse kanë noodlesat më të mira në botë dhe pulën sweet and sour më të mirë në botë. Dhe unë gjithmonë porosis ato, por nuk e di nëse ato janë ushqime tradicionale kineze dhe tradicionale. Në fakt çdo gjë kam provuar këtu është më mirë dhe shpresoj të jetë dhe ajo që do më sugjeroj kamarierja sot. What would be the most traditional Chinese food that you have here? Chow mein. What was it called? Makarona me perima. Okay, I'll have that one then. Edhe ja ku erdhën noodlesat më të mira që kam provuar ndonjëherë, po e provuar akoma, janë super të bollshme. Sa herë që vi këtu gjithmonë kjo muzika dramatike fare. Nuk e di, pak të salcë pikante, këto noodlesat nuk janë asgjë, nuk vlen. Realisht e bën 10 herë më të mirë. Dhe tani marrim chopsticksat. Mund t'i ndoni pak syt sa ta haktë. Ndoni syt, e keni mbyllur? Okay. So spicy. Po, kjo salsa spicy shumë e mirë, por nëse duket kanë hedhur shumë se ç'duhet. Nëse doja të thoya që nëse mua më duke vendi tajlandez shumë on theme, ky vend është thjesht 100% on theme, edhe nga muzika dhe t'ju tregoj pak ambientin sepse ja vlen t'ju tregoj. Siç ju thash, kjo është porosia ime e përhershme në këtë restorant, vetëm se është plus pool. Është një 9 nga 10 sepse ajo me pool është një 17 nga 10, është shumë e mirë. Më fal, por këto makarona kaq të mira dhe kaq me shije dhe me kaq shumë përbërës ishin vetëm 540 lek, pra 5400 lek, dhe kur mendon është super lirë e para punës në krahasim me ato noodlesat tajlandez që nuk ja vlenin fare.